veta 27. 27 ditë që çdo mëngjes e çdo mbrëmje ne vim, kalojmë, jetojmë me zemër dhe jemi po këtu me shpresën që Edvin Rama jo vetëm që do japi dorëheqjen, po dhe gjithë qeveria e tij e korruptuar. 27 ditë të dashur qytetar, të dashur motra dhe vëllezër, që i kemi treguar Shqipërisë dhe gjithë shqiptarisë se ende ka qytetar që e duan këtë tokë më shumë se interesin personal, nga zemra. Faleminderit secilit për jush. Faleminderit gjyshërve që ecin me bastun, por nuk e lën flamurin nga dora. Faleminderit edhe këtij shokut tim këtu, që vjen çdo ditë. Faleminderit dhe ty. Faleminderit nënave që mbajnë në zemër dhimbjen e fëmijëve të larguar. Faleminderit baballarëve që ende besojnë se Shqipëria mund të bëhet vendi ku fëmijët e tyre do të ndërtojnë jetën. Faleminderit të rinjve që nuk pranojnë të jetojnë pa shpresë. Faleminderit të diasporës që edhe larg vazhdon ta mbajë Shqipërinë në zemër. Ju nuk sillni vetëm praninë tuaj, ju sillni shpresë. Ju nuk sillni vetëm zërin tuaj, ju sillni dinjitet. Ju nuk mbushni vetëm një shesh. Ju zbukuroni Shqipërinë me qytetarinë tuaj. Çdo flamur që valvitet në duart tuaja e bën këtë vend edhe më të bukur. Rrof Shqipëria e shqiptarëve. Çdo buzëqeshje, çdo përqafim, çdo këngë patriotike, çdo hap që bën drejt protestës, i kujtojmë botës, Bashkimit Evropian, Amerikës dhe çdo lloj vendi se ky popull nuk ka humbur shpirtin. Sa më shumë bashkohemi, aq më e fortë bëhet shpresa. Sa më shumë bashkohemi, aq më i fortë bëhet zëri i qytetarit. Sepse fitoria e vërtet nuk është fitoria një partie mbi një parti tjetër. Fitoria e vërtet është fitoria e sovranit mbi përçarjen. Ne jemi populli shqiptar, ne jemi sovran mbi tokën tonë. Fitoria e vërtet është fitoria e sovranit. Është fitoria e qytetarit që ngre zërin me dinjitet. Është fitoria e ligjit mbi arbitraritetin. Është fitoria e shpresës mbi dëshpërimin. Është fitoria e Shqipërisë mbi çdo interes të ngushtë politik. Të dashur shqiptar, vëllezër dhe motra, mos e nënvlerësoni kur forcën e pramisë suaj. Historia nuk ndryshon vetëm nga ata që mbajnë poste. Historia ndryshon edhe nga njerëzit e zakonshëm që vendosin të mos rrinin indiferent. Ndoshta një ditë fëmijët dhe niprit tanë do na pyesin: çfarë bëre ti kur Shqipëria kishte nevojë për qytetarët e saj? Dhe ju mund të përgjigjeni me kokën lartë dhe me dinjitet: unë isha këtu, unë isha këtu, unë isha këtu. Isha këtu me flamurin kuqezi, isha këtu me zemrën plot dashuri, isha këtu sepse nuk e humba besimin, isha këtu sepse Shqipëria meriton më shumë. Le të mbajmë gjallë të shpresë, le të mbajmë gjallë këtë bashkim dhe le t'i tregojmë njëri tjetrit se nuk jemi vetëm, sepse kur zemrat bashkohen për një ideal, asnjë pengesë nuk është më e madhe se vullneti i një populli të bashkuar. Edhe e fundit, ju nuk jeni thjesht protestues. Ju jeni ndërgjegja e gjallë e këtij kombi shqiptar. Me perursi dhe me mirënjohje ju falenderojmë për çdo ditë, për çdo hap, për çdo sakrificë. Kombi mbi pushtetin, Shqipëria mbi partit, rroft populli shqiptar sot e gjithmonë. Faleminderit. Shqipëri e re! Shqipëri e re! Shqipëri e re! Të dashur shqiptar, diaspora është ende këtu. Qytetari që do flas tani ka ardhur nga Lioni dhe nuk do ik derisa Edi Rama do jap dorëheqjen. Të dashur qendrëstar, unë jam Arçe Hoxha nga Trapoja dhe vi nga diaspora. Vim nga Franca, nga një qytet, një shtet me kulturë shumë të lashtë, por edhe ne jemi me kulturë shumë të lashtë, edhe më të lashtë mundësisht edhe se Franca. Edhe kom marrë tu shtullën me refugjat tjerë, e do rri këtu 1 javë, 2 javë, 3 javë, 1 muaj, 2 muaj, 6 muaj, ne të nësojmë këtë qëllëqyrë, diktatorën e fundit në Evropë. Unë po ja thom një gjohë se kom lajtë shumë atë, jam që 15 vjetë, kom ikur
Kur ai programa pushtet kom këtu, kom orgullin e ficës se mune e kom ditë se çfarë do bëhet këtu. Edhe e di pak a shumë ato historinë e Francës. Vitin 1789, Franca ka bërë revolucionin popullor, ka ndaj 10 vjet, derisa deri vitin 1799, 10 vjet ka ndaj. Na nuk du të rrim revolucion 10 vjet, na du të rrim një muj e të arzojnë. Me revolucion pacior, blokojnë aeroporte, porte, blokojnë kuvend, kryeministri, gjithçka, ta blokojnë qarkullim, gjithçka, se ndryshe nuk ikë kjo. Kjo është sukur shoki vet, sukur Vučići, nuk e qenë me shishe ta, 2 shishe tim që aty, e shkojnë qenë pubel. Me ja bo sukur Francë, jem rritë, po kom nëjtë shumë vjetë, e kom parë francesë që protestojnë. Vim shatarë, me zitorat, plët me gjithçka, i mushin prefektura, i mushin kryeministri gjithçka, su të cënë policia, marrojnë i protestojnë. Nga rejtë kohë, kujtojmë se ikë, bashkohë këto shkojnë me flajmë gjumë, mas 5 orë, në shpija. Du të me rajtë qesh, me bloku gjithka. Edhe një propozim e komune vetë e në amërtuj. E kam një propozim që ti zjerën në Grada 4 persona. Linda Ramen, Berlina Ballukin, Taula Ballen e kryesorin Edi Rame. Poshtë Edi Rama, poshtë diktatura. O leken, pritë Ramen sa po vjen. O leken, pritë Ramen sa po vjen. O leken, pritë Ramen sa po vjen. Faleminderit, ju përshëndes gjithë. Përshëndetje shqiptarë, përshëndetje shqiptarët e mi. Unë jam Gerta dhe vi nga Mirdita. Jam Gerta dhe vi direkt nga fshati këtu. Sot e mora vesh që 2 arat që kam gjitur me stallën mund të vi një rus, një serb, një iranian e t'i blej. Unë nuk i blej dot, dhe këtë më mundëson qeveria ime. Kush prej jush nuk ka qenë njëherë në spital dhe nuk është ndjerë i poshtruar? Kush prej jush ka kaluar në dogan dhe nuk është ndjerë i neglizhuar? Kush prej jush nuk është drejtuar administratës publike dhe është ndjerë i neglizhuar? Administrata publike në Shqipëri, bashkitë në Shqipëri, drejtohen nga militantët politik. Militantët politik kanë në dorë të armën e fëmijëve tanë. Administrata publike në Shqipëri duhet depolitizuar. Nuk mundet, është e pamundur kështu. Ignorantët po udhëheqin Mirditën, ignorantët po udhëheqin Shqipërinë, e na për të parën herë jena mlef. E unë dua që ju mos dorësoheni. E unë dua që ju ta qoni këtë betejë në të gjitha mënyrat deri në fund. Se ka një arsye pse ne jemi këtu. Ne jemi këtu kundra të gjitha tyre që janë ullur në atë karrike. Ne jemi këtu kundra një sistemi që na të boj një zemrat. Ne jemi këtu për ato nëna që pufin telefonin. Se nuk i kanë fëmijët këtu, pse do të tërhiqen, thot ky. Po ku jeton mërë zotriti, ku jeton? Të thash para 7-8 vjetësh e janë në fshat, cilin fshat erdhe ti, dhe ato fshatarë që kisha aty mi përzuri. Jo, që fshatarët nga fshati mërë. Kë nuk vlerëson prodhimin vandas, kë nuk vlerëson dhe i të vandit, nuk i vlerëson i do të huaja. Po si kemi turizëm. Si ka turizëm në këtë vand, ku s'ka prodhim vandas. Si presim me turistët me pullat e Brazilit. Ju po hani keca brazilian, ju nuk hani më produkte shqiptare. Ne na helmojnë, ne na kanë helmuar arsimin, ne na kanë helmuar
Mirdit. Kam lëndë ardhën time për me ardhë Mirdit e tokat të gjyshit tim. Po jo për teje, kam ardhë që fëmijët e mi të rriten me gjyshe, se unë jam këtu për të gjithë ata njerëz mi që janë në Amerikë, që janë në Itali, që shkelin gjatë se kanë zemrën në Shqipëri. Qau me shqiptarë se që mi gju, qau se qau, Shqipërinë se keni harru e kjo shema e bukuron tu me shku në Europë, unë jam e para që tu me shku në Europë, unë po me tinat rrugë që e në Europë, në rrugën që s'më shtrove kur, si të shkoj, në naftën që ma ki po më shtrejnë në gjithë botën, si të shkoj unë në Europë, në shkollat që mi gëllën, fat praktisura, si të shkoj unë në Europë, se unë Europën e du 1 milion herë ma mirë, ma shumë se ti, e du ma fort se ti, jetoni në një realitet paralel, këta njerës kanë ndërtuar salajet e tyre, këta njerës duke filluar nga ato deputetet e zdramët që kemi atje, janë shkëputur për jush, ato jetojnë në resortet e luksit, në ratin e tyre dhe nuk e shojnë se ne ham buk me miell serb. Duham të bëjmë super fuqi, po ne na mban Serbia kapur për fyti. Jam këtu. Ramapur, Berishapur, Ramapur, Berishapur, Ramapur, Berishapur. Jo me kënu këty, po me athone me marrë vesh. Me athone me marrë vesh se këta njerës është dy në Shqipëria, është dy në Europa. Të gjithë janë dy në këtu. Po një merit e kejnë zotrote ta kam thonë dhe në Facebook. Kja rritur të mbledhësh njerëzit bashkë. Kja rritur të bësh protesta më madhështore të të gjitha korave. Unë jam këtu sot për mirditën time. Hallin e mirditës time e bëj bashkë me hallin e Zvërnecit, me ata të Komisionit e të Florës, e të Fërmoshit, e të Riollit, hallet e Shqipërisë t'i bëjmë bashkë, e t'i zgjidhim bashkë. Mirdita nuk merr asnjë lekë rente minerale, ma jep një rentë minerale shqisharake. Qoj na jep një nga mineralet tona, na ti marrë pasurit në toksore, e i fut minatorët në tokë, minatorët të kërkuan shpresë, të kërkuan t'i ndimash, t'i kërkuan që t'i japësh dinjitet, dhe nuk ma dhe minatorëve t'mi. Ne kemi pasuri pa fund, na i morën lumejt Mirdit. Nuk ka ma lumejt, kanë fut lumejt në futuba. Po është duar nga Kaqinari, mos na sillni ma tuba në Mirdit. Mjaft e keni marrë pëm këtë vend. Mjaft janë rrugët, aksi kontarë që lirë në shenjit me burelin. Është gremin, ma nuk mund t'kaloj, jo Europian, po s'mund t'kaloj as një alien në të rrugë. Prandaj, ma bëni halal zemrimin tim, se zemrimi im është zemrimi gjitha tyre që s'kam nuk marrë këtu. Mos u dërzoni, unë do t'jem gjithmonë me ju, ka njerëz të mirë këtu që janë me ju, për të gjithë bashkë, Rama, ik.